Vdes një 32 vjeçar në Ferizaj. Dyshohet se plagosi të dashurën dhe qulloi veten. Bëhet fjalë për Valon Krasniqin, i cili dyshohet se ka shtënë ndaj LU rreth 24 vjeçare në një banatore në rrugën Driton Islami. Policia e Kosovës ka njoftuar se një person ka vdekur dhe një tjetër është plagosur pas të shtënave me armë zjarri në Ferizaj. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajit, Kanun Veseli, ka konfirmuar se rasti fillimisht ishte cilësuar si tentim vrasje. I dyshuari Valon Krasniqi, sipas zëdhënësit të policisë, ka vdekur. Ata fillimisht u dërguan për tretman mjekësor në Ferizaj e pastaj në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në vendin e ngjarjes janë sekuestruar një armë zjarri me një karikator me 6 fishek, si dhe 3 gozhoja të shkrepura. Rasti fillimisht është cilësuar si vrasje në tentativë, ndërsa mbetet nën hetime nga organet e drejtësisë për sqarimin e plotë të rrethonave.